Rregullat e ajrit sapo janë përditësuar dhe bagazhi që përdore vitin e kaluar nuk përputhet më me standardet e këtij cikli. Kompanitë ajrore po zbatojnë një filtr sigurie shumë më të hollësishëm, i cili ndëshkon mbajtjen e disa pajisjeve dhe substancave që më parë ishin të zakonshme. Kjo nuk është sugjerim, është një ndalim i rreptë që po shkakton vonesa masive në terminalet e botës. Sot do të zbulojmë 5 gjëra specifike që janë përjashtuar nga avionët dhe pse injorimi i këtyre ndryshimeve mund të lërë në tokë me valixhen tënde të hapur para të gjithëve. E para, ndalimi i madh që ka marrë udhëtarët me surprizë në këtë cikël të vitit 2026 lidhet me evolucionin e energjisë portative, bateritë e litiumit me densitet të lartë pa etiketë sigurie të dukshme. Deri kohët e fundit mund të mbaje pothuajse çdo bankë energjie në bagazhin e dorës, por sipas udhëzimeve të reja të Administratës së Sigurisë në Transport, CESA, çdo pajisje që të i kalon 100 watt-orë dhe nuk ka specifikime teknike të gdhendura nga fabrika në trup, konfiskohet menjëherë. Kompanitë janë të zemëruara për rrezikun e zjarrit në kabinë dhe kanë kërkuar që nëse agenti i sigurisë nuk mund të lexojë qartë kapacitetin e baterisë, artikulli të konsiderohet material i rrezikshëm. Kjo do të thotë që ato karikues të zakonshëm ose të vjetër që i do shumë, mund të jenë arsyeja pse ndalohesh në filtrin kryesor dhe je i detyruar t'i lësh para se të vazhdosh drejt portës së hipjes. Por kufizimi nuk ndalet te energjia. Artikulli i dytë në listën e zezë janë pajisjet e reja të ndjekjes personale që përdorin bateri litiumi të integruara që nuk hiqen. Edhe pse veglat si lokalizuesit e bagazhit janë shumë të dobishme për udhëtarin, disa kompani ajrore ndërkombëtare kanë filluar të ndalojnë modelet që nuk lejojnë fikjen e transmetimit të sinjalit gjatë fluturimit ose që kanë bateri të integruara që nuk përputhen me standardet e reja të rezistencës termike të vitit 2026. Nëse skaneri kap një sinjal aktiv ose një bateri të integruar me kapacitet të lartë brenda një valixheje që planifikon të regjistrosh në bagazh, sistemi aktivizon menjëherë një alarm sigurie. Pasojat janë se valixha nuk hipën në avion dhe ti e mëson këtë vetëm kur arrin në destinacion dhe sheh shiritin e bagazheve bosh. Ajo që i irriton kaq shumë kompanitë është mungesa e uniformitetit në këto rregulla, gjë që detyron personelin e tokës të veprojë si inspektor teknik për çdo pajisje elektronike që merr me vete. Kjo vëzhgim ekstrem synon të zvogëlojë incidentet e mbinxejes në lartësi të madhe, por për ty, kjo do të thotë që duhet të kontrollosh çdo kablo dhe çdo bateri para se të dalësh nga shtëpia. Çelësi për të kaluar këtë filtrim të parë është të sigurohesh që e gjithë teknologjia jote të jetë e markave të certifikuara dhe etiketat e fuqisë të jenë të lexueshme, duke shmangur çdo aksesor që duket i konsumuar ose i modifikuar. Kalimi i kontrollit elektronik është një lehtësim, por kjo nuk krahasohet me rregulloren e re dhe të rreptë mbi paketimet me presion, që shumë e konsiderojnë të pafajshme. E treta ndalim që po shkakton tension në kontrollin e sigurisë lidhet me sprajet e gjeneratës së re dhe sistemet e ajrit të kompresuar për pastrim teknik. Në këtë cikël të vitit 2026, rregulloret ndërkombëtare kanë forcuar vëzhgimin mbi çdo enë që përdor propelente të ndeshme, madje edhe ato për kujdes personal ose higjienë të pajisjeve elektronike. Kompanitë janë të zemëruara sepse këto artikuj, nën kushte të caktuara presioni në bagazh, mund të përbëjnë rreziqe kritike. Nëse agenti i sigurisë zbulon një enë pa valvulën e certifikuar të lehtësimit ose pa vulën e sigurisë atmosferike të vitit aktual, artikulli hiqet menjëherë. Nuk mjafton që enë të jetë e vogël, tani duhet të përputhet me standardet e fabrikimit për të garantuar që nuk do të ketë rrjedhje gjatë ndryshimeve të larta të altitudës. E katërta në listën e zezë e vitit 2026 janë aksesorët e udhëtimit të njohur si zgjatues të komoditetit të vendit ose hamake për këmbë që lidhen me strukturën e avionit. Edhe pse duken të pafajshëm për pasagjerin, shumë kompani ajrore i kanë ndaluar plotësisht në kabinë. Arsyeja teknike është se këto pajisje mund të bllokojnë rrugët e evakuimit në rast emergjence ose të dëmtojnë mekanizmat e vendeve, që tani kanë sensor peshe dhe sigurie shumë më të ndjeshëm. Kompanitë kanë marrë udhëzime për t'i konfiskuar këto aksesor te porta e hipjes nëse shohin se pasagjeri tenton t'i vendosë gjatë një fluturimi të gjallë. Për kompaninë ajrore, këto objekte përbëjnë rrezik civil që nuk janë të gatshëm ta marrin mbi vete sipas kontratave të reja të transportit. Ky kontroll i rreptë mbi pajisjet e komoditetit tregon se prioriteti ka ndryshuar radikalisht drejt operativitetit të avionit. Për të shmangur probleme, rekomandohet të verifikosh që çdo aksesor që planifikon të përdorësh në bord të jetë shprehimisht i aprovuar nga kompania ajrore në faqen e saj të përditësuar.
Përndryshe, mund të detyrohesh të zgjedhësh mes aksesorit të preferuar ose të humbasësh fluturimin për shkelje të rregullave të kabinës. Kjo është një situatë e tensionuar ku personeli i tokës ka urdhër të mos bëjë përjashtime, sidomos në fluturime ndërkombëtare me kapacitet të lartë. Por kontrolli i objekteve fizike është vetëm gjysma e historisë, sepse artikulli i 5 dhe i fundit është diçka që mban në dorë dhe që mund të bllokojë hyrjen tënde në avion përfundimisht. E pesta dhe më e habitshmja ndalimi i këtij cikli lidhet me pajisjet portative të komunikimit satelitor dhe telefonat me mesazhe emergjence via satelit, që nuk lejojnë fikjen fizike totale të antenave. Me rritjen e lidhjes së drejtpërdrejt me hapësirën, shumë udhëtarë marrin këto pajisje për zona të largëta, por autoritetet e aviacionit kanë identifikuar që sinjalet e fuqishme mund të ndërhyjnë me radioaltimet e reja të avionëve modern. Kompanitë janë të zemëruara sepse nëse këto pajisje aktivizohen aksidentalisht në kabinë, shkaktojnë alarme të rreme në kabinën e pilotëve. Nëse personeli i tokës kap një terminal satelitor aktiv në valixhen tënde të dorës, protokolli i sigurisë kërkon heqjen e menjëhershme të pajisjes dhe në disa raste mund të çojë në refuzimin e hipjes në avion për arsye teknike. Ky kontroll ekstrem mbi lidhshmërinë dhe energjinë reflekton një realitet të pakontestueshëm. Qielli i vitit 2026 është një mjedis shumë më i ndjeshëm teknologjikisht se më parë. Kompanitë ajrore janë në presion të vazhdueshëm për të minimizuar çdo rrezik ndërhyrjeje, gjë që i çon të zbatojnë këto rregulla me një rigiditet që mund të duket i tepërt. Në fund, çelësi për të shmangur që bagazhi të shkaktojë një përvojë të keqe është auditimi parandalues i çdo pajisjeje elektronike që vendos të marrësh me vete. Njohja e markave dhe teknologjive të lejuara është mënyra e vetme për të naviguar terminalet e botës me siguri dhe për të mos lejuar që një teknikalitet burokratik të prish planet e udhëtimit. Të jesh i informuar për këto ndryshime operacionale të lejon të kthesh një proces të lodhshëm në një procedurë të rrjedhshme dhe pa pengesa. Nëse vlerëson këtë lloj informacioni strategjik që të mban një hap përpara, konsidero të eksplorosh më shumë përmbajtjet tona që të mos të kap asnjëherë papritur ndryshimi i vazhdueshëm i rregullave ndërkombëtare. Së fundmi, ndalimi i madh i fundit që ka hyrë në fuqi këtë cikël lidhet me valixhet inteligjente të gjeneratës së re, me sisteme bllokimi biometrik që nuk mund të anulohen. Kompanitë janë të zemëruara sepse, në rast inspektimit të sigurisë nga Administrata e Sigurisë në Transport, nëse zyrtari nuk mund të hapë valixhen me çelësin fizik për shkak të gabimit të sensorit të gishti ose baterisë së shterur, valixha konsiderohet rrezik sigurie i papenetrueshëm. Kjo çon në ndalimin e menjëhershëm të ngjitjes në bagazh ose kabinë, duke detyruar pasagjerin të lërë pronat ose të humbas fluturimin plotësisht. Kompanitë nuk mbajnë më përgjegjësi për dëmtime në bllokimet digjitale që nuk përputhen me standardet e reja të aksesit emergjent për këtë vit. Ky kontroll mbi lidhshmërinë, aksesin dhe energjinë reflekton një realitet të pakontestueshëm. Qielli i vitit 2026 është shumë më i ndjeshëm se më parë. Kompanitë ajrore do të vazhdojnë të forcojnë filtrat për të minimizuar rreziqet operacionale dhe financiare, duke zbatuar rregulla me rigiditet që shpesh duket i tepërt për udhëtarin e zakonshëm. Në fund, çelësi për të shmangur që bagazhi të shkaktojë një përvojë të keqe është auditimi parandalues i çdo pajisjeje dhe çdo bllokimi që vendos të marrësh me vete. Të dish se cilat teknologji janë në nënvëzhgim është mënyra e vetme për të naviguar terminalet e botës me siguri dhe për të mos lejuar që një teknikalitet burokratik të prish planet e udhëtimit. Të jesh i informuar për këto ndryshime operacionale të lejon të kthesh një proces të lodhshëm në një procedurë të rrjedhshme dhe pa pengesa. Shpresojmë që kjo informacion të ndihmojë shumë për fluturimet e tua të ardhshme. Nëse të pëlqeu të mësosh këto të dhëna, mund të na mbështesësh lehtë. Abonohu dhe lësho mendimin tënd në komente. Të fala dhe shihemi në videon tjetër.